Dhe zotrim, për shëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku, seriozisht. Jam tepër i lënduar dhe shumë i thyer. Nuk doja më ta prek të temën, nuk doja më të flas për këtë temën, sepse është një ngjarje shumë e trisht, është një temë shumë e ndjeshme që familja në rast siç u sprovua nga Perëndia, familja Kelmendi, po e vuan shumë keq. Ajo që në fakt nuk po ndalet në rrjetet sociale është shpirti i ligë që kanë njerëzit. Më vjen shumë keq që ne me këtë rast të treguam se çfarë njerëz jemi. Më vjen shumë keq që ne me këtë rast mundohemi që të lëndojmë zemra sa më shumë. Atë zemër që është e thyer, është e shkatruar, kanë humbur më të voglin e tyre, më të mirin e tyre, më të dashurin e tyre, ëmbëlsirën e shtëpisë, ne atë zemër e thyem, e thyem, e thyem dhe vetëm e thyem më shumë, duke shpifur, duke nxjerrur lajme të tmerrshme, të rrejshme nëpër TikTok dhe duke u munduar që të marrim disa lajka apo disa klikime nga këto lajme të tmerrshme. Po mi më qa ka më shumë vlerë në jetë? Më shumë vlerë në jetë ka lajku se sa ndjesia e njeriut. Flas pikërisht për te grupi që është hapur në emër të Gjestit, është një grup Gjesti Community me një zemër të bardhë. Në këtë grup vinë video, fotografi të ndryshme që kanë të bëjnë me Gjestin dhe fotografitë e fundit që në fakt kanë arritur mbrëm në orën 12:25 të darkës, domethënë të mëngjesit realisht i bie, është fotografia ku është marrur një fotografi nga momenti kur Gjesti ka varrosur vllaun e tij, sepse unë kam thënë gjithmonë që do të ruaj etikën dhe nuk do të postoj asnjë fotografi që ka të bën me situatën e ndërtuar. Dhe sipër kësaj fotografie është shkruar kështu: Gjesti ka pësuar sulm, po mbahet me medikamente, nuk po mund të ta kapërdi humbjen e vllaut. Do me thënë, TikToku që e ka postuar është po gërdeci 1, do me thënë quhet TikToku, dhe ky postim ka marrë 2157 lajka, 224 shejra e shumë gjëra të këtilla. Është e turpshme, është e neveritshme, është e ulët të bëhet një fjalë e këtill, të thuhet një fjalë e këtill, të bëhen veprime të këtilla. Është çnjerëzore. A jeni normal me këtë që e bëni? Dhe më e keqja është se përsëri ky TikToku që unë apeloj ndaj këtij personit, të lutem shumë, mos u merr me këto gjëra sepse është jo normale. Është keq edhe për ty sepse ka një Zot që ti duhet i përgjigjesh, si mund të luash me dhimbjen e tjetrit, më thënë është dhimbja e tjetrit kjo. Ky TikToku do me thënë e nxjerrën që Gjesti nesër në orën 15 do të jetë live për të folur për këtë gjë dhe kur i shoh komente që mua më pyesin Tirana është nesër Gjesti dhe unë i them vetes time si mundet ato ta besojnë këtë gjë dhe të merren me këtë gjë. Kjo është e turpshme, është shumë e turpshme. Sinqerisht është e turpshme dhe për këtë gjë do t'ju kisha lutur që kujdesuni çfarë flisni, mos u merrni më me këtë rast, kuptoni mirë o shqiptar është dhimbje familjare, po t'u kishte ngjar ju, po t'u kishte ngjar ju në familjen tuaj, do kishit toleruar që dikush të tallet me ju. Në këtë rast familja Kelmendi po tregohet shumë njerëzore dhe shumë false. Do me thënë njerëz të veçantë po tallen me këtë familje dhe kjo është njerëzore. Dhe kjo t'i kalon më çdo limiti. Unë nuk e kuptoj sinqerisht, jetojmë në vitin 2025. Dhe çfarë ka kjo shoqëri që ka devijuar, që ka denigruar në këtë formë. Kjo është jo normale. Ky TikToku bëj apel që të ndalon së postuari gjëra të këtilla, do me thënë se është gjynaf, është tmerr, dhe të mos merren më njerëzit me budallaliqe dhe me besime të këtilla. Do me thënë, mos i besoni këto gjërat, ju mos pritni që nga kjo gjë të ndodhen spektakël, edhe pse u bë spektakël nga kjo gjë, dhe mua më vjen shumë keq që fotografia e cila u shpërnda me fotografi, me klikime, me nuk e di unë më thënë ishte e tmerrshme. Mos bini pre të këtyre lajmeve të reme, Gjesti pas të shëndetin, pas të jetën e gjatë, qoftë tash ai më njeriu që do të gëzoj atë familje, se sinqerisht do të më kuptoni edhe mua se nuk kam fjalë se çfarë mund të shpreh që kjo familje të merr të paktën një ngushëllim. Dhe nëse duhet ne t'i ndihmojmë kësaj familje
le të lutemi për Eldionin, le të shkruajmë një fjalë të bukur, le të dërgojmë një mesazh mbështetës që kjo familje ta kupton që të gjithë shqiptarët e duan, e mbështesin, e respektojnë dhe do të bëhemi pjesë e dhimbjes së këtyre dhe jo ne të mundohemi të manipulojmë situata duke hapur ca TikTok, si TikToku në fjalë që sinqerisht personazhi që është në këtë gjë po të ishte në vendet e huaja do denoncoheshte dhe do dilte para gjykatës për këtë krim që është duke bërë, se kjo është krim, të luash me dhimbjen e tjetrit, të luash me ndjenjen e tjetrit, të luash me emocionet e tjetrit. Dhe për këtë pikë do t'isha lutur shumë që të jeni të kujdesshëm, të jeni të vëmendshëm, mos u merrni më me këtë histori, mos u merrni më me këtë dhimbje të tjetrit, mos i hapni plagët tjetrit, mos postoni fotografi pa lidhje, video pa lidhje që në fakt janë gjëra personale, dhe ju thoni që ne duam gjestin, a ju realisht aq më shumë e dëmtoni gjestin në këtë rast. Ju më keqja bëni punën gjestit kështu. Më thënë, ai që e do gjestin nuk mund të bën veprime të këtilla. Ai që ndron pranë në dhimbje, di se çfarë të flet, di se ku të flet, sepse bëhet fjalë për një fytyrë publike. Dhe gjesti e di është shumë bukur që është figurë publike dhe historitë e tij, jeta e tij, ngjarjet e tij, qoftë ato të mira apo qoftë ato të këqija që inshallah qofshin më pak në familjen Kelmendi, kjo qoftë e fundit më, por ai e di që do bëhen publike, por jo në këtë nivel, jo në këtë forma. Kjo është e çnjerëzore. Sinqerisht, mua më vjen shumë keq që ka njerëz që edhe me dhimbjen e tjetrit, edhe me shpirtin e tjetrit, edhe me momentet më të vështira të tjetrit, din të tallen, din të luajnë, din të manovrojnë, din të bëjnë çmenduri, ky është gabimi më i madh. Gabimi më i madh është ky. Gjesti nuk ka folur as pak, familja e Gjestit vendosi që të mos ketë derë të hapur, do me thënë mos ketë të pritur, normalisht ato për familjarët e tyre kanë pritur, por më te jo, sepse duhet të mirë kuptojmë, dhimbja për to shumë e madhe, ato kanë vendosur që këtë gjë do me thënë ta kalojnë vetë dhe normalisht që vetë do ta kalojnë sepse më shumë se u dhëmb atyre, nuk u dhëmb as ju që komentoni dhe as ju që mundoheni të shpifni dhe të bëni lajme të reme. Ndaloni lajmet e reme, ndaloni se vepruari kështu, ktheuni në botën njerëzore, aktivizoni shpirtin tuaj sepse mendoj që keni humbur shpirtin dhe mos i ulni gjërat, mos e ulni veten në këtë nivel për të marrë një like. Like mund të marrësh edhe nëse jep një lajm të vërtet të Gjestit, like mund të marrësh edhe nëse tregon një fjalë që e ka thënë Gjesti, por jo do me thënë të bëni veprime të këtilla. Nga lajmet që dua të flas, pasi që më keni pyetur shumë se si është gjendja e djalit tjetër, në këtë rast do me thënë unë do të them fatmirësisht, ai djalë është mirë, po kthehet në jetë, besoj që do ta ketë shumë të vështirë sepse edhe ai ka humbur vëllaun e tij, e ka humbur shokun e tij, e ka humbur mikun e tij. Normalisht edhe familja e atij djalit e ndjejnë dhimbjen njëjtë sikur të jetë fëmia i tyre, nuk ka ndarje në këtë dhimbje, por ju lutem shumë, le të jemi pak më me këmbë në tokë, le të jemi pak më shumë njerëz, le të jemi pak me shpirt më të gjerë, sepse kjo që po bëni ju është e reme. Edhe një herë po ju tregoj që TikToku i cili është Pogërdeci me 2 i-a 1, që nxjerrën foton që Gjesti Gjasme ka kaluar sulm o Zoti i Madh e gjëra të këtilla që Gjesti do jetë live, domethënë janë lajme krejtësisht të reme, edhe ju lutem shumë bëjuni pak njerëz dhe mos e lëndoni më familjen Kelmendi. Nëse ju jeni kalama, nuk keni se me çfarë merreni dhe jeni njerëz të pakdhendur, do bëj apel tek të gjithë prindërit që tolerojnë fëmijët e tyre të përdorin TikTok, ju lutem shumë kontrolloni ato fëmijë, kontrolloni adoleshentët, sepse ky nuk është një rast për të luajtur, nuk është një rast për të tallur, por është një rast shumë serioz dhe në këtë pikë nuk mund të veprohet në këtë formë. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe.